Thot Allahu, e amintum men fis sema. Do të thonë, a jeni të sigurt se ai i cili është në qiell. Do të thonë këtu ky ajet është argument i qartë se Allahu është lart mbi krijesat e tij. Dhe argumentet për këtë janë të shumta. Do të thonë në aspekte të shumta, ku përmendet vetëm lartësia e Allahut, përmendet emri i Allahut, El-Ali ose El-A'la, më i larti. Dhe përmendet sikur në këto ajete se Allahu është në qiell, përmendet në ajete të tjera se Allahu është mbi arsh, që qëndron mbi arsh, dhe se Allahu është lart fawqahum, për shembull ku përmenden me lajket, do të thonë se ata i friksohen Allahut që është mbi ta. Dhe në ajete të shumta, do të thonë në aspekte të shumta përmendet kjo cilësi e Allahut se është më i larti dhe është mbi krijesat e tij. Kjo është e qartë në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në këtë kuptim për në qiell ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ky është hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi. Do thotë, si nuk më besoni mua, kurse un jam besniku i atij që është në qiell. Gjithashtu është transmetuar se Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu i ka rënë shuplak robreshës së tij një herë, pastaj është pendu për këtë, edhe ka pasur që ka gabuar, atëherë ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta pyetur se si të shpaguhet nga ky gjuna ose nga ky gabim. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirrur atë robreshën edhe e ka pyetur: "Ein Allah?" Ku është Allahu? Pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pyetur ku është Allahu. Dhe kurse ka për njerëzve të devijuar sot që thonë nëse i pyet ku është Allahu, do të thonë si është besimi yt në lidhje me këtë, fillojnë tallën, thonë këta njerëz nuk e dinë ose e kanë humbur Allahun ose kështu, por realiteti është se ata e kanë humbur Allahun dhe nuk e dinë ku ekziston Allahu subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë robreshës ku është Allahu dhe ajo thotë fis sama, do të thonë në qiell. Qala man ana, pastaj ka thonë kush jam unë, ka thonë anta rasulullah, ti je i dërguari i Allahut. Atëherë i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra Muawiya ibn al-Hakam as-Sulamiyut, i ka thonë liroje se ajo është besimtare. Do të thonë shpagimi për atë goditjen me shuplak, do të thonë do të jetë lirimi i saj. Por qëllimi i këtij argumenti është se robresha është përgjigjur që Allahu është në qiell dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut, edhe atëherë me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka miratu besimin e saj. Po ashtu në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Do të thonë mëshiruesit i mëshiron i gjithëmëshirshmi. "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Do të thonë, mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai i cili është në qiell, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe argumentet tjera, do të thonë gjitha këto argumente që vërtetojnë se Allahu është lart mbi krijesat e tij dhe qëndron mbi arshin e tij, i cili arshi është kupolla e gjitha krijesave ose kulmi i gjitha krijesave dhe mbi të gjitha krijesat tjera, mbi shtatëqitë dhe mbi kursinë, do të thonë është arshi dhe mbi arshin është Allahu i gjithfuqishëm.